Ndryshimi i kritereve dhe masat më specifike të përcaktuara këtë vit kanë sjellë një panoramë të re të aplikimeve për skemën e subvencioneve në rajonin e Shkodrës. Sipas të dhënave nga Drejtoria Rajonale e Bujqësisë, rregullat e reja janë treguar mjaft favorizues për sektorin e blegtorisë, duke nxitur një numër më të lartë aplikimesh nga fermerët e kësaj fushë. Konkretisht, vëmendje më e madhe është përshëndruar tek blegtoria. Në 4 maset e parë të kësaj skeme kanë aplikuar plot 1853 fermerë. Këtë vit falë edhe kritereve edhe masave të cilat ishin specifike dhe ishin shumë më të favorshme në krahasim me vitin tjetër, sepse kriteret e përfitimit në hipës ekonomike të mbështetjes së bujqësisë dhe blegtorisë, sidomos në sektorin blegtoral, ishin kriteret 50% më të ulta se sa vitin tjetër. Kjo bëre që baza e fermerëve që aplikojnë dhe përfitojnë nga këto skema ishte shumë më madhe. Kjo bëre që shumë fermerë të aplikojnë dhe krahasuar me vitin tjetër kanë aplikuar rreth 300% më shumë fermerë në masat e blegtorisë se sa vitin tjetër. Por e kundërta ka ndodhur me sektorin e bujqësisë. Kriteret e vendosura këtë vit duke se kanë qenë penalizuese ose të vështira për të plotësuar nga kultivuesit e tokës. Kjo ka sjellë një rënje drastike të interesit, ku në bujqësi fermerët kanë aplikuar rreth 70% më pak krahasuar me vitin e kaluar. Një ndryshim thelbësor që i bëri fermerët të stanojnë, të mos aplikojnë në këtë drejtim, ishte se vjet ishte minimumi 10 dylym për të përfituar nga mbështetja, ndërsa këtë vit i minimumi ishte 30 dylym. Kjo sipërfaqe ishte e parritshme për fermerët individual. Tjetër është edhe ajo që ishte e përvitshme dhe e përhershme, mungesa e dokumentacionit në tokën. Të dyja bashkë bën që fermerët në këtë mas të aplikojnë rreth 70% më pak se sa vitin e kaluar. Ky ngushtim i kritereve në bujqësi ka ndikuar direkt edhe në bilancin total të qarkut Shkodër. Nëse një vit më parë në total aplikuan 3800 fermerë, këtë vit numri i përgjithshëm ka zbritur në 2500 aplikues.